Mirë se erdhët të dashur Gafor në Letrat Rrëfejnë, do bëjmë me leximin për javën që vjen. Gafore, kjo javë duket se do të sillet rreth marrëdhënieve, ekuilibrit dhe disa emocioneve që nuk mund të shtyni më në nënqilim, ta them kështu. Nuk po e shoh një javë me ngjarje të papritura, Gafor, por apo të tronditëse, ta them kështu, por po shoh një javë ku do t'ju duhet të jeni të qartë me veten dhe me njerëzit përreth. Java fillon me një energji, zgjedhje dhe bashkëpunimi. Mund të ndodheni përballë Gafor një bisede, marrëveshje ose një vendimi që përfshin edhe një person tjetër. Për disa mund të jetë partneri, për disa familja, ndërsa për disa një kolega apo bashkëpunëtor. Këtu nuk fiton ai që flet më shumë, fiton ai që dëgjon më mirë. Vjen letra pas kësaj body and mind, që thot trupi dhe mendja për ata që nuk e dinë, dhe më duket sikur jeni lodhur duke mbajtur shumë gjëra në kokë njëkohësisht. Trupi ju kërkon pushim, ndërsa mendja po ju kërkon përgjigje. Problemi është se asnjëri nuk po e lë tjetrin rahat, të them kështu. As trupi mendjen, as mendja trupin. Letra e tretë të dashur tregon çfarë duhet shmangur. Këtu kemi një paralajmërim të qartë. Mos merrni vendime vetëm nga emocionet e momentit. Një koment, një mesazh, një mungesë përgjigje ose një keq kuptim mund t'ju prek më shumë se sa duhet. Para se të reagoni Gafor, jepini vetes pak kohë. Shpesh ajo që duket problem të hënën, të mërkurën duket krejt ndryshe. Të them, mundësia që po hapet të dashur javës që vjen me një energji shumë të bukur drejtësie dhe rregullimi. Diçka që ka qenë e paqartë mund të sqarohet, prandaj thash tjetër duket të hënën, është një të hënën, të mërkurën është komplet gjë tjetër. Energji shumë e bukur drejtësie dhe rregullimi. Diçka që ka qenë e paqartë do të sqarohet. Një situatë mund të vendoset në vendin e vet. Një padrejtësi do të marrë përgjigje. Për disa Gafor kjo mund të lidhet me dokumenta, punë, pagesa ose marrëveshje. Për tjerët me një bisedë, mund të jetë një bisedë ku më në fund thuhet ajo që duhej thënë prej kohësh. Këshilla vjen nga emocioni që quhet letra, po e di që Gaforja nuk ka nevojë për kurs shtesë mbi emocionet. Atë e keni kohë gjatë të theksuar, por kjo letër nuk ju thot të ndjeni më shumë, ju thot mos lini emocionet të drejtojnë makinën tuaj. Le të jenë pasagjer, jo shoferët, le të jenë pasagjerët, por jo shoferët. Do thotë mos e lini t'ju drejtoj emocionet. Nëse ndjeni diçka, pranojeni, mos merrni vendime të mëdha vetëm sepse sot ndjeni të lënduar, të zemëruar ose shumë të entuziazmuar. Java mbyllet me një letër shumë interesante që flet për ekuilibrin. Shiko, letra është ndarë në dysh, në të zezë dhe në të bardhë, mes dy anëve të një situate. Kjo më tregon se deri në fund të javës mund të arrini vërtet një qartësi që sot nuk e keni. Prandaj kujtoni atë fjalën, jo të hënën, por të mërkurën. Mund të kuptoni më mirë dikë, mund të kuptoni më mirë veten, ose thjesht mund të kuptoni se nuk keni nevojë të luftoni çdo betejë që ju del përpara. Të dashur Gafor, kjo është një javë ku komunikimi, ekuilibri dhe qartësia do të jenë qelësi. Mos u nxitoni të reagoni ndaj çdo emocioni që kalon. Disa gjëra zgjidhen më mirë me qetësi se sa me debat. Në fund të javës do të ndiheni vërtet më të lehtësuar dhe më të sigurt për drejtimin që keni marrë apo që po merrni. Humor, ta them kështu pak me humor, Gaforja të hënën nuk më bëri përshtypje fare, të martën e analizova 47 herë, e kështu Gaforja të premten, ndoshta nuk ishte atë serioze sa mendova. Pra, mos harxho energjinë duke lexuar mesazhe të fshehta në çdo fjalë që dëgjon. Ndonjëherë, okay, është thjesht okay. Kuptoni?